Sot në të gjithë vendin, në vitin e ri shkollor 2023-2024, për herë të parë në shkollë do të shkojnë rreth 29.000 nxënës, ndërsa në klasat e 10-ta rreth 27.000 nxënës. Për sa i përket numrit të nxënësve që filluan vitin e ri shkollor, kushtet e shkollave dhe sa mësuesve ju është ndërprer kontrata e punës nuk na dhan informacion. Edhe pse televizioni 4+ kontaktoi me zyrën vendore të arsimit parauniversitar Lushnjë. Kurse në të gjithë Shqipërinë, nxënësit e arsimit bazë nga klasa e parë deri në klasën e 9, por edhe 16 kategorinë në nevojë të veçanta në arsimin e mesëm, si për shembull nxënësit me statusin e jetimit, me vështirësi ekonomike në familje, nxënësit me aftësi të kufizuara, komuniteti rom dhe egjiptian e të tjerë, gjatë këtij viti shkollor kanë përfituar tekste falas. Risia këtë vit është se për nxënësit nga klasa e parë në të tretë, tekstet do të jenë falas me vetëm një përdorim, që do të thotë se nxënësit nuk e kanë detyrim që në fund të vitit shkollor t'i dorëzojnë tekstet. Për shkak të moshës së vogël dhe vështirësisë që kanë për të kujdesur mirë për librin, se shumë tekste janë me shënime dhe kjo bëhet e vështirë që nxënësit e brezit tjetër t'i përdorin. Gjithashtu, gjatë këtij viti shkollor, përmes paketës Siguria në shkolla, do të garantohet më shumë siguri e mbrojtje për të parandaluar çdo lloj rreziku që mund t'i shfaqet nxënësve.